Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan priti të shtunën kryeministin e Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski. Kreu i qeverisë deklaroi se gjatë takimit me presidentin Erdogan u konfirmua bashkëpunimi tradicionalisht i ngushtë, miqësor dhe strategjik midis dy vendeve. Mickoski vlerëson se marrëdhëniet e shkëlqyera politike bazohen në respekt të ndërsjellë, besim dhe miqësi të sinqertë midis dy popujve. Diskutuan mundësitë për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik, rritjen e tregtisë, investime të reja si dhe për promovimin e bashkëpunimit në fushat e infrastrukturës, energjisë, turizmit, arsimit dhe mbrojtjes, deklaroi kreu i qeverisë. Theksova rëndësinë e Turqisë si një partner i rëndësishëm ekonomik dhe politik, duke theksuar se qeveria mbetet e përkushtuar për krijimin e një klime biznesi të favorshme dhe të parashikueshme për investimet të reja turke dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Presidenti Erdogan konfirmoi mbështetjen e Turqisë për zhvillimin dhe prosperitetin e Maqedonisë, si dhe gatishmërinë për të forcuar më tej marrëdhënie dypalëshe në të gjitha fushat me interes të ndërsjellë. Gjatë bisedimeve u shkëmbyen mendime mbi sfidat aktuale rajonale dhe ndërkombëtare, duke theksuar nevojën për stabilitet, bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik të rajonit.